Kur Zoti krijoi njeriun, tha: "Ta bëjmë njeriun sipas shembelltyres son, në gjasim me ne." Pastaj ai formoi njeriun dhe i fryu frymen e jetës, dhe jeta filloi. Kjo është baza besimit ton për shenjtërinë e jetës. Çdo frymëmarrje është dhuratë. Çdo njeri është mrekulli. Zoti është dhënësi e jetës. Prandaj, çdo jetë është e shenjtë. Askush nuk ka të drejtë të përcaktojë fundin e një jetë tjetër. Në Salmi 139 është shkruar: "Ti e krijove brendinë time, më ende që në barkë të nënës. Të lavdëroj se mrekullisht më krijove, të mahniqme janë veprat e tua, mirë e di shpirti im." Kockat e mia nuk ishin të fshehta për ty, kur krijohesha në fshehtësi, kur merja trajte në thellësitë e tokës. Kur isha pa trajte, më pan sytë e tu, të gjitha ditët që caktove në librin tënd ishin shkruar, pa u krijuar asnjë prej tyre. Amen.